Një tjetër mbrëmje magjie në tokën e shqiponjave. Eagle Beat Festival në natën e dytë pati një energji të zjarrt. Skena u ndez nga këngëtarët më të njohur të muzikës shqiptare në një festë të jashtëzakonshme. Le ta ndriçojmë Tiranën sonte. Super energji e bukur. Këto organizimet janë më ideale për rinin, sepse ne këtë kërkojmë, sidomos tani në verë. Çdo gjë është perfekt. Ka hapësirë për të bërë foto. Nata do jetë e gjatë. Do kënaqemi. Nuk munguan edhe surprizat për fansat. Ky djalë do të bëhet një ditë një superstar, kurse njerëz zakonisht bukur. Se kisha programuar këtë u betohem. Nga Elvana Gjata, Ylli Limani, Ledri Vula, deri te i ftuari special Fred De Palma, Eagle Beat Festival solli një atmosferë plot energji dhe dritë, me emocione të paharrueshme. Tiranën e kom shtëpi dytë, gjithmonë është qef me ardhur në Tiranë. Atmosfera gjithmonë bëhet e mirë, publiku është shumë i dashur, edhe inshallah sa më shpesh si evente të tilla. Është e pabesueshme ti dëgjosh njerëzit këtu duke kënduar këngët e mia në italisht. Populli shqiptar është fantastik. E dua Shqipërinë. E dashura ime është shqiptare, kështu që Shqipëria është një pjesë e jetës time. Kudo, në gjithçka. Prej hapjes në 19 ritmi nuk u ndal deri në orët e vona me DJ Time. Ishte një kënaqësi e madhe të jem këtu ke Eagle Beat Festival Albania. Ishte një gjë e kryevepër. Mirë mrama a tutti. Shpresoj të jenë kënaqur shumë si të ishte një mbrëmje italiane, por këtu në Shqipëri. Festa vazhdon edhe sonte në një natë të tretë për të mos e humbur.